Pas njoftimit të marrëveshjes mes Izraelit dhe Hamasit është rikthyer diskutimi për një çmim Nobel për paqen për presidentin amerikan Donald Trump. Në qershor 2025, në kulmin e negociatave mes Izraelit dhe vendeve arabe, emri i Trump u shfaq mes kandidatëve. Tani me këtë zhvillim të ri, ideja po fiton përsëri terren, por mes rregullave formale, kritereve të repta dhe një listë të gjatë dhe të kualifikuar të kandidatëve, mundësia që emri i Trumpit të shpallet në Oslo më 10 tetor duket larg të qenit e sigurt. Çmimi Nobel për paqen jepet çdo vit nga Komiteti Norvegjez i Nobelit. Shpallja tradicionalisht bëhet më 10 tetor dhe ceremonia zyrtare mbahet më 10 dhjetor në Oslo. Nominimet duhet të dorëzohen deri më 31 janar të vitit aktual. Çdo ndërhyrje që ndodh pas kësaj date mund të ndikojë në çmimin e vitit të ardhshëm, por jo në atë aktual. Vetë Trump e ka përmendur vazhdimisht çmimin Nobel. Gjatë presidencës së tij të parë ai kishte pretenduar arritje që sipas tij e bënin atë të denjë për çmimin, nga marrëveshjet e Abrahamit mes Izraelit dhe vendeve arabe, deri tek përpjekjet për ndërmjetësim me Korenë e Veriut. Por ndërsa mbështetësit e Trumpit flasin për një kandidaturë të fortë, kritikët tregojnë të paktën 3 pengesa kryesore. E para është teknike, është kapërcyer afati i 31 janarit. E dyta është historike dhe reputacionale. Një pjesë e komitetit norvegjez tenton të favorizojë figura më pak të politizuara, siç janë aktivistët, figurat fetare apo punonjësit humanitar, ndërsa Trump konsiderohet një figurë polarizuese. Dhe së fundmi, shumë vëzhgues flasin hapur për një fushat shumë të dukshme, me presionin dhe lobimin mediatik që kërcënojnë të minojnë besueshmërinë e propozimit të tij. Ndërkohë ka dhe disa vendime kontroverse të marra nga Trump në mandatin e parë, që nga tërheqja e SBA-s nga marrëveshja e Parisit për klimën e deri te muri me Meksikën, që shumë kush beson se bie ndesh me vlerat e çmimit Nobel. Ndërkohë vetë Trump duket se nxitet edhe nga xhelozia. Ai e ka përmendur vazhdimisht Barack Obamën si pikë referimi për ambicjet e tij për çmimin Nobel. Obama e mori çmimin në 2009, më pak se një vit pasi mori detyrën për përpjekjet e tij të jashtëzakonshme për të forcuar diplomacinë ndërkombëtare. Një vendim ky që ndau opinionin publik në atë kohë. Sidoqoftë, vendimi tani është ende i hapur, por shanset duken të pakta për Trump.